tjetër, një supë kur e bëjmë, nuk mund të bëjmë një supë pule thjesht që bëjnë njerëzit. E edhin pak oriz, jo. A doni ta 3 fishoni, 4 fishoni sinergji dhe të thitet më mirë? Supë pule, një karote grirë, pak qepe kavërdisur së edhur, dhe stelino dhe koper. 4.5 dhe në 6 fish për thithje më e mirë dhe kombinim më i mirë, vetëm në përdorimin e këtyre. Fosi me frutat e freskëta, që ne thamë, që është një element i mirë. Për shembull, salmonin duhet ta kombinojmë me pataten e kuqe, me brokoli, sepse ka beta-karoten patatja, brokoli ka vitaminë C, me vajin e ulliri sepse ndihmon të rritet sinergjia. Omletën kur e bëjmë në mëngjes, një omlet duhet ta bëjmë jo thjesht në omlet, me spinaq, me 2 feta domate brenda, me pak djath nëse kemi ose nuk kemi probleme me laktazën, dhe me 2 feta kërpurv. Është nga më të mirat. Tomate, vaj ulliri, borzilok janë nga më të mirat. Spinaci me limonin, me koprën, me farën e susamit. Pasulja me orizin, me rigon dhe vaj ulliri. Kombinimi i tyre, pra do të dimi gjë, kombinimet e tyre i 4, 5 deri në 8 fishojnë vlerat e tyre të përthithjes gjithë elementeve, prandaj po i themi këto.